Investimet e huaja sipas kryeministrit Edi Rama sillin më shumë vende pune për qytetarët shqiptar. Nga Vlora, kreu I qeverisë përmendi projektin e Xheret Kushtër në Zvërnec, që sipas tij do të sjellë 10.000 vende pune për banorët e zonës. Se nuk duhet I shmangem pamjes jashtëzakonshme të Gjirit Vlorës pa e përmendur edhe faktin që investimi për cilin bëhet një diskutim maramendës dhe absurd, sjell jo 500 si këtu, po 10.000 mundësi të reja vendesh pune. Rama shtoi se Shqipëria do të mirëpres çdo investim të huaj në mënyrë që të rritet ekonomia. Ne do të vazhdojmë të bëjmë çmos që investimet të shtohen, sepse duam të arrisim ekonominë tonë. Më pas, u firmos memorandumi I marrëveshjes mes gigantit italian Fincantieri, kompanisë Kajo dhe Shkollës Industriale Pavarësia për prodhimin e anijeve luftarake, e cila do të funksionojë në Pashaliman. Marrëveshja me Fincantieri nuk është as e para dhe as e fundi ndër marrëveshjet që po firmosen për t'i dhënë industrisë tonë ushtarake të gjithë komponentët e vet dhe për të pasur një sistem industrial ushtarak që funksionon nga uniformat deri tek mjetet më të sofistikuara. Qeveria bëri me dije se do të miratohet akti normativ, I cili do të çojë në 2.6 buxhetin për mbrojtjen.